Mi mbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin Aromë Shkodre. Ne premtojmë për të gjithë ata që janë duke na ndjekur në këto momente se do të realizojmë një emision shumë të mirë, sepse bisedat në studio dhe personazhet që kemi zgjedhur do t'ju lënë shumë të kënaqur dhe do të merrni informacione shumë të vyeshme për personazhet që janë shumë të dashur në shoqërinë tonë. E njëra prej tyre është edhe këngëtarja e mirënjohur Lulka Merkulaj. Lulka, përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin Aromë Shkodre. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën shumë. Janë për disa vite besoj nga një ftesë e fundit që kemi pasur, por unë dua të kujtoj motivin se përse Lulkën e thrasim në emisionin Aromë Shkodre. Nëse do të shohim historikun e të gjithë këngëtarëve në pjesën veriore po e quaj të Shqipërisë, nëse ka një këngëtare që nuk ndale duke krijuar këngë të reja, të shoqëruara me videoklipet e tyre, ajo jeni ju. Dhe ky është ndoshta motivi që her pas here sa po shikojmë një këngë të re që na tërheq, që ka diçka shumë të veçantë, ne menjëherë ju a bëjmë ftesën. Faleminderit. Atëherë mundohem për me kanë sa më shumë treg. Kam gjithmonë ato planet e mia për me bë këngë të reja, sepse publiku kërkon që ne të bëjmë diçka të re në kohën, edhe ecim me hapin e kohës. Gjithmonë është kjo dëshira për të dalë në treg me një këngë të re, por intervali nga kënga e fundit te tjetra është shumë shpejt për ju. Ju e konsideroni nxjerrjen e një këngë të re, domethënë si një mbajtje e ekuilibrave me teleshikuesit, si tërheqje vëmendjes së tyre, si kontakt që vendoset edhe në distancë. Fakt duhet të jesh gjithkohës, duhet të jesh në qendër të vëmendjes të publikut, sepse nëse është një diferencë e madhe mes dy këngëve ose si të thush 2-3 albumeve ose diçka, atëherë dhe publiku të harron, fillon të harron, thojnë ku do të ketë shku. Pse është e rëndësishme që këngës i bëjmë videoklip? Është e rëndësishme sepse edhe videoklipi jep një shtys tjetër këngës. Dhe sot me këto rrjetet sociale gjithmonë shikohet, përveç se dëgjohet kënga, edhe shikohet si e ka realizuar, çfarë elementesh ka përdorur, kush është në atë videoklip, kush merr pjesë. Dhe shumë këngë që nuk e kanë një diçka të tillë, kanë përshtypjen që ose harrohen ose nuk janë ai shumë në vëmendje për tu mësuar. Këngë që janë në videoklip mbesin, sepse thash edhe një herë YouTube është sot shikohet më shumë. Në rrjetet sociale. Por ne dhe ne jemi sëmurur pak, infektuar pak me rrjetet sociale patjetër. Gjithsesi videoklipi ka dhe atë koston e vetë, dhe se teleshikuesët janë gati që të bëjnë një kështu vizë aty. Në fund të thonë Lulka, po ke bërë këtë këngë tani sa arvëm të tjetrën. Pra, këto janë dhe kosto për ty. Po, janë shumë kosto. Sakrifikon këtë drejtim për të realizuar këtë videoklip? Sakrifikon. Sepse duhet të jena sa më cilësor, si thush. Kur është kënga shumë e bukur edhe kena dëshirë që edhe videoklipit jetë sa më i bukur, jetë videoklip cilësor, sepse sot shifet edhe cilësia shumë. Nuk mund t'i bëjmë videoklipet si që kena bë para 10 vjetëve. Po pse si je bërë? Qa kujton nga të videoklipet e para 10 vjetëve? Është problemi tek teknika e para, por edhe tek regjia. Çfarë mendon kur i shikon sot ato klipet e ngahershme, se kjo ndodh edhe me ne, kur shikojmë foto të bardhë dhe zi, për shembull se si kemi qenë 30 vite, 40 vite më përpara, dhe habitem nga për shembull veshjen, kritikoj nga një herë veshjen nëpër videoklipet që kam pas përpara. A veshjen e kritikoj tek vetja, ose flokët, ose diçka të shim duket më. E justifikon që kjo ishte moda atëherë dhe prandaj. Po pra. Po për kohën atëherë ti ishe shumë përpara. Jo, për kohën përpara, më thënë për kohën që ka kenë, na kena kenë mirë, videoklipet kanë pëlqyeshme sepse ishin fillime dhe nuk ishte shumë, dhe më thënë këngëtarë që bëshin videoklipe. Kam kënë nërpara që kam bë, sidomos në shkollë. Dhe ky trend ka vazhduar gjithmonë, për aq kohë sa je në rrugën e muzikës dhe të artit, klipi vjen me një. Jam mënu që këngës, që e kam mënu se do t'jetë këngë hit, këngë e bukur, jam mënu t'i bëj videoklipe. Ku e kupton më herë që kënga do t'jetë e bukur, e meriton? E kupton që moment parë, nuk e nevojë ta dëgjosh disa herë. Unë them është shumë e bukur. Ndërsa ka pas këngë që kam thënë hajt sa më mbush kasetën. Ashtu dhe këngë të tilla. Po varet nga momenti. Por ka një herë ndoshta më duket se nuk ka shumë e bukur ose dikujt tjetër i duket se nuk ka shumë e bukur. Por pikërisht ajo këngë bëhet hit. Konsultohesh, merr mendime para se të bësh klipin, jo për modelin e klipit, se sa a meriton kjo këngë që të marrë klip. Po, unë kam gjithmonë kam vëllon që e kam kritikun e parë, Zaimin. Shumë nga studia e emisionit Aromë Shkodre. Shpesh konsultohem me te, si duket kjo, ka herë bëhem edhe nervoz, qoftë me këtat videoklipit, apo qoftë me këtat këngës, ndoshta nga që pres shumë prej dikujt.
Dhe atëherë gjithmonë e vend duke këtë gjë, sepse është më e mirë me thanë që një kësë më Bashkëpunohet pëlqen. lehtë me ty kur vjen puna për videoklipin? Bashkëpunohet lehtë. Po jam tanë thonë një shumë e lehtë në punë. A, vërtet, ë? Jam e marë. Ti mund të ndrosh mendim se ai ka një argument më shumë se sa ti. Po, por me argumentet e mia ju androj edhe mendimin tjerëve. Gjithmonë në fund fiton ti? Po, fitoj. Po pse e but atëherë? Apo ja thua me të but? Me të but, me amëlsi. Dhe prandaj ka vlerë. Videoklipi më i fundit, vetëm nga ndoshta se ecë dhe emri i kompanisë, pra Max Production, ju ka realizuar Bia ime, një këngë më e fundit. Ne do të flasim për detaje dhe unë do të tregoj më pas teleshikuesve se përse këtë këngë me videoklipin e saj sjellim në emisionin Arom Shkodre, sepse kemi të bëjmë edhe me inteligjencën artificiale që është futur në disa momente shumë kyçe, por që na ka emocionuar. Mua jashtëzakonisht të paktën, por dhe gjithë teleshikuesit sepse ka nisur atë prezantimin e shkurtër të parë në rrjetet sociale, por që do kemi mundësi edhe në emision të paktën ta shfaqim si këngë në imazhin e saj, pasi drejtat e autorit ju tashmë i dini, por janë rrjetet sociale Bia ime. Nëse nuk duroni, mos e shkëpusni krejt vëmendje nga biseda, apo klikoni në YouTube Bia ime Lulka Mërkulaj. Pse Bia ime? Atëherë, në fakt këtë këngë, unë rastësisht e kam një gjuhë, kam pas dëshirë me shku tek Vis Shkodrani, që është një djalë shumë i mirë, një instrumentist i mrekullueshëm, bashkë me bendin e tij, vinë shpesh në Shkodër dhe na kënaqin. Ka një studio të vetën në Tiranë, punën bashkë me një djalë të mrekullueshëm dhe ai që nuk është shqiptar, është rumun, është Alandi. Është edhe ai këngëtar, por i muzikës i një rrymë tjetër, muzikës jo popullore. Dhe rastisht i tham, do kisha dashur më ardh me një gjuhë, ke ndonjë gjë të bukur, një material të bukur. Hajde thot i ditë, thot edhe kur të kesh kohë, një gjë i kam, thot da materiale të bukura. Një gjova një këngë, më pëlqy, vuni 3-4 këngë tjera. Në fund krejt ishte kjo, tham mos e luj më. Po më pëlqen shumë i thash, dhe atëherë fillu me bashkëpunimin, Visja shumë kërkus në studio, edhe ai, ka qef që këngat dalin sa më bukur, unë ta këndoj sa më bukur, se përsa i përket aranzhmanit, më ndonjë pjesës aranzhmanit, është Alandi ai që e përfundan. Nga momenti parë që e dëgjova, Bia ime fill sa po filloj. Thash, kjo është shumë e bukur dhe kjo është tamam për atë që kërkosha, unë kërkosha një këngë dasmash. Edhe mendova që kjo do t'jetë e bukur dhe më pas fantazova me veten që do t'i bëj një videoklip bukur. Okej, pikët e para i more se zgjodhi një këngë për dasma. Po. Bia ime, dhe që pa diskutim, në një moment dasme të gjithë i këndojmë Bies ime. Pa tjetër. Por kënga ka disa surpriza shumë të këndshme që unë jam befasuar, sidomos kur ti mi shpjegove. Dhe unë mora përsipër t'ua shpjegoj tashmë pas informacionit që më dhe t'ua shpjegoj gjithë teleshikuesve. Një pjesë edhe mund të bëjnë lidhjen, por le ta zbulojmë totalisht se çfarë përmban ky videoklip. Si e them, ato momentet më kyçe që mua më tërheqin shumë dhe që më emocionojnë. Do t'i lutisha regjisë që të vendosen edhe fotot në fillim fare. Ne kemi këtu dy personazhe, ja. Kemi këtu, një moment kemi rast të shohim Lulka, ti ke vazhduar dhe ke mbetur e re edhe në këtë moment që po flasim së bashku. Është nëna dhe babai jot. Foto ka disa vite. Më fal që të pyes, nëna babai jetojnë? Jo, nuk jetojnë. Nuk jetojnë më. Pra klipi, çfarë është bërë me klipin? Është marrë kjo foto e nënës? Po, fotoja nënës, edhe fotoja ime. Edhe fotoja jote me buzëqishin tënde që je aty. Po, është nusja që është e veshur nuse. Pra në klip ti luan rolin e nusës, pra ti vetë je tani dhe ti ke kënduar me flokët bjonde, me atë veshjen fantastike, të komplimentoj sepse janë veshje shumë të bukura. Por ja që është marrë ky imazh i Lulkës në këtë buzëqeshje, se kemi edhe një foto tjetër që dukesh shumë serioze, por është përdor dhe ai imazh nga inteligjenca artificiale ja këtu. Pra ka një moment gati si kështu dilni më aty në fotografi, këtë do ta kesh bërë me siguri. Te kam bë për kaseta, për disqet, një album. Po kështu dilni në atër, flokët i çonin mbas veshit. Kjo këmisha me këto jakat e mëdha, me rrullat.
me këtë të mallë shumë. Pra ti kishe këtë foto për Por në album. atë kohë ishte në modë. Po, atëherë je brenda kohës. Dhe ky imazh është përdorur në një pjesë të klipit, ne do kemi mundësi edhe më pas ta shikojmë te klipi. Pra është shfrytzuar fotografia jote kur ishe 18 vjeçë, fotografia e nënës që sot nuk jeton më fatkeqësisht, por është bërë ai klipi, ata janë vendosur në lëvizje dhe ne kemi parë Lulkën 18 vjeçë të veshur me vello, por jo, por më shumë. Aty te klipi? Pak më shumë. Okej. Mendova që kjo fotografi është 18 vjeçë. Jo. Është më shumë se 18? Te 27. A 27, okej, ere, tani mos i çokaj shumë vite. Gati janë të bëjnë llogaritë e shikuesit, e thashë në fillim. Dhe fotografin. Ndërkohë regjisi lutemi te klipi, pra ne ja ku është edhe nëna, shfrytzuar dhe kjo fotografi tjetër e nënës tënde. Pra ti parë edhe saj. Po si e ndjerë kur inteligjenca artificiale ta ktheu nënën dhe ta vendosi në një këngë? Është filmuar ndonjëherë nëna jote në një nga videoklipet e tua? Ja, asnjëherë. Është hera parë. Ishte një ide e producentit të Max Production, Bledit, shumë i mirë si djalë, si profesionist, dhe ne po mundoheshim për me gjetë një nuse, për me aktru në videoklip, me gjetë nanën. Dhe janë ato probleme, strese, po gjaj nanës, gjaj nusen, gjaj vajzën. Pastaj hajde si dhe ditën e xherimet. Mu afru një vajzë shumë e mirë, vajza e një kolegës teme, por ishte shumë e njomë, dhe më thot Bile Bledi i produksionit, thot Lulka ne po na fusin burg se kjo është shumë e re, të qeshtë. I thëmë, po anë vit dytë, po shumë e re është, dveshet nuse. Ndërsa nana mu afru kjo Senada Demushi, edhe ajo një vajzë mrekullueshme, jam gati, thamë, ke gati për me shku me tek Holta Ramadani, edhe kjo një stiliste shumë e mirë, dhe ishte e gatshme që të sponsorizote mërë çfarë dushta. Bravo, është zemër gjërë, Holta, e përshëndesim. Qoftë fustanet tuja, tha, qoftë fustanet e nusëristat, cilën doni zgjidhni, tha. E falenderoj nga zemra, jo vetëm atë, po dhe nanën e saj që më gjindën gjithmonë. Faridën, janë mike tona shumë dhe. Po. Mirë po, nuk po arishim tamam si më thanë, me këta të produksionit, nuk po ju pëlqete shumë. Atëherë, thotë, di çfarë, thotë Lulka, apo më nisot një foto, thotë, të tanden kur ke kanë marrë. Pra ishte ideja e ti. Po, edhe një foto të nënës, thotë, kur ka kanë, thotë, paka shumë, thotë, moshtë mesme, dhe ose paka fërpleqnis. Okej, thamë, janë njësat disa foto, dhe kanë zgjallë këto, po. Në profil nuk ma jep krejt atë imazhin e mamit. Sepse është ndryshe si e njeh ti, po për teleshikuesin është befasi, kur mendon që është nëna jote dhe shfrytëzon krejt në fillim ku mami është duke. E vendosim këngën, të lutem regjia, dhe ndërkohë me imazh. Krejt sa po fillon kënga, mami është aty duke më rregullu mu fustanin. Ja, regjia, të lutem. Mund ta vendosim këngën? Po. Atëherë. Pra kemi këtu në tani është mami, dhe më thanë ajo që ishte krejt përballë, por është një sekuencë shumë e shkurt dhe çdo kush që e sheh, pra aty është momenti kur del krejt ajo që ma paraqet mamin dhe që ma hek mallin e saj. Është shumë e peqt. Ja këto, dhe më thanë krejt. Kur është në pjesën përballë të saj. Në pjesën përballë, sepse në ansore nuk është se min gjet shumë përveç se flokëve. Vetëm në momentin përballë. Inteligenca artificiale ka nevojë edhe për fotot profili për ta formësuar. Po, nuk më shkoj, ja këtu është pak prit, e kalojmë edhe pak sa. Mbas kësaj po, ja këtu. Aty ku është një sekuencë shumë e shkurtër që mezi kapet, po. Që është shumë e vështirë dhe të ndale, po jep vetëm është një moment që mami del krejt ashtu. Përsëritet disa herë. Me thënë drejtën kush e njeh mami, ja këtu. Pak a shumë, do të thënë, është këtu është pak më e vjetër. Është shumë e habitshme, se te fotoja nuk është në këtë pozicion, por inteligjenca artificiale bën mrekulldira. Po. Më kanë marrë edhe nga Amerika një shoqe e jemja, Vjollca, e cila më pyet, o zot, si ma ka çu mallin e nanabikut, se kështu i kanë thirrur. Po, është shumë e vërtetë. A ku e ke gjetur, mu i thot krejt si aja. Kur ja shpjegova, kanë menduar se on kam gjetur një video ose një gru dublante. Kam përdor ndoshta ndonjë video që ke pasur më hershëm dhe prandaj e ke vendosur. Po për vete kur e pen në kontakt, impakti i parë në momentin që e pe?
Më hek mallin, më kënaq. Dhe ky është kujtim shumë i bukur. Atë që nuk e keni realizuar, ndoshta në një moment me mamin që të bëj një klip së bashku, ja tani është realizuar tani. Po kur pe veten? Se dhe ajo është një pikë disi delikate. Me të thanë të drejten, kur pash vetin, nuk e njofta. Pra, si nuse, nuk e... Nuse, se nuk më shkrej se isha të pap vetëm për mamin, dhe nuk më shkrej menja që këta kanë vulle. Më në imra pa u kujtova, po këtu, thëmë, po këtu kam ato foto që ja kam nis, tash pas kanë përdorë këto foto, se i qova dhe foto pak ma, me kachurrela si që jam tash, pak ma tash tuk. Ta kanë dasht me ba të kundër të nësa që jam unë tash. Dhe më thanë, në krasime si kam kënë para 20 vjetëve, si jam tash. Shumë interesante. Ashtë edhe emocionuese, Lulka. Po. Një martese realizuar në videoklip. Por që ja ka vlejtë edhe jeta, kur kjo mbetet thjesht në videoklip? Po, pëlqen, dhe më thanë, është në videoklipet që sa herë e shof nuk mërzitet. Edhe pse është ta shpejt, dhe më thanë. Ka shumë nostalgji në këtë videoklip. E kuptojnë. Pra edhe të gëzon, por edhe nostalgji. Edhe ke një doj, që trishtimi i lehtë nga ajo që është trishtim njerëzor, quajmë. Sepse ke njeriun tonë më të afërt nënën në këtë videoklip. Edhe është realizu bukur edhe në rrugicat e Shkodrës. Ndryqimi jotë, në momentin kur duket si kur më përqafon mami. Më thanë janë disa elemente që... Lulka këtu, jo me ato kashurele tua klasike, do me thëmë po shumë bukur. Është një grim dhe rregullim i një vajzë që është shumë e talentuar, Laja Dina Makeup Studio, që më bani shumë thjesht, se i thash, e du sa më thjesht, si kur jam natyrshëm, më thanë, dhe më realizojte. Ndërsa në momentin që kam qenë në fund krejt, me një fustan të kuq, Bledi kë djali i videoklipit, i regjizori, do të që me kanë pak ma ndryshe. Edhe ky portreti joti mua më pëlqen njerëzakonisht kur e kam pa dhe jam prekur shumë. Më thëmë më pëlqen se nuk e ka të makjazhin e jashtëzakonshëm që marrin nuset sot dhe tjetërsohen sa zëndrat me zëri njojnë nuset e tyre. Si nuset që bëhen jashtëzakonisht në pa të ngarkesën e makjazhit dhe tjetërsimit. Shpeshherë vetëm vënë thjesht veshin vellën, fustanin edhe rregullohen vetë. Kur bën diferencë me këtë, sa kohë, duket se kjo foto shumë kohë përpara, Lulka? Po, duket sikur ka kalu i shekull. E ke këtë ndjesi, se e kam dhënë sa herë që shikoj. Nuk e di po pse. Fotot e asaj sipas kam kanë. Ndoshta jeta ka marrë shumë revansh, ndryshime, gjëra, luftra, beteja që ndodhin në jetë dhe na duket nga herë sikur kemi jetuar një shekull të vërtet. Shumë, duket sikur ka kalu shumë kohë gjatë. Ti zgjodhe Shkodrën për të bërë këtë, sepse klipet sot bëhen në vende nga më të ndryshme, vjen nga herë zgjidhen në vendet e fqinjve tanë, si kur të mos mjaftojnë këto tonat, po okej, ti zgjodhe Shkodrën dhe shumë bukur. Po, dosha Shkodrën edhe nuk dosha ma me ato lodrat e me valtarët e me këto, dhe më thanë dosha me vati qka pak ma ndryshe, sepse i kena përdore, i kanë përdore shumë në për videoklipe, lodrën e valtarët e, nuk dosha me kanë paka shumë si imitimi i videoklipe dhe të tjera. I diskaj që ka dalë vazhdimisht dhe që koncepti lodrës ndoshta edhe po konsumohet. Nuk e di nëse do ta kemi prapë këtë vit, kështu që besoj që po edhe këtë vit. Do të jetë këtë vit, lodra do të jetë këtë vit, Besoj që po. Ndoshta krijon atë efektin e zhurmës, dinamikës shumë të fortë. Dinamikës më tepër edhe njerëzit veshin me kostume kombëtare për një moment, ashtu ajo pjesa kur ato rimia, sidomos e asaj shtëpi që po bandosmen, kanë dëshirë veshin me kostume kombëtare. Është një gjë e bukur, edhe më pëlqen, por në Shkodër kam pak çudi kur i shoh në dasma shkodrane që janë lodra që hyn me lodër, ndërkohë që dasma shkodrane sepse nuk përkojnë me traditën e malësisë dhe nuk e di po pse zgjedhin lodra, gjithsesi është zgjedhja gjithsecili. Okej, ndoshta pëlqejnë atë dinamikën që sjell tërheqjen me vëmendje dhe diçka po ndodh në qendër. Dosha më e bë dhe i them Bledit, i them po këtu ku jemi? Aty si ajo është dhe kjo janë peizazhe që kanë zgjedhur ata vetë, i kanë marrë ndoshta nga inteligjenca artificiale, i kanë bë vetë ato. Dhe ka vendosur sepse ky është imazh tani do bësh të gjithë. Nuk është të pyesin ku është kjo pjesë. Nuk është, do të thënë është diçka e futur nga vetë këta të regjisë, videoklipeve, videoklipit të Maxit. Ndërsa këtu janë tek shtëpia ose kuka, më pëlqen shumë dhoma aty me fustanin e bardhë ku jam.
pëlqen shumë e adhomë, unë se kisha pa. Po, jashtëzakonisht. Unë se kisha pa. Se ke pa te muzeu Kam historik? kanë deri te muzeu, po si duket se jam Si fut futur të lartë. të dhoma? Shumë ambicion. Po, është Edhe dhomë m'pëlqeu karakteristike Shkodrane, shkon edhe me qëllimin e këngës Bia ime për një dasëm Shkodrane ti ishtë ndrit aty me këtë fustan të bardhë, shumë kanë shumë. Ti foli që në fillim për bashkëpunimin me dy djemt, njërin Shkodranë dhe tjetrin rumun. Të cilët janë marrë edhe me tekstin edhe me muzikën. Tekstin dhe me muzikën. Okej, mendon që teksti do mësohet shpejt? Është i thjeshtë i pranueshëm? Po, kështu që mund të mësohet shumë shpejt. Po, sidomos refreni janë shumë i kapshëm. Po, se nganjëherë dhe ne biem në kursin e... Po, jam tash në kursin. Po, jashtëzakonisht bukur. Dhe është rregullimi është në Tiranë, në një studio Tiranës. Shumë bukur, shumë këndshëm. Këto janë, pastaj të gjitha janë pjesë të montuara nga këto me gotat me. Jo, jam kënaqur jashtëzakonisht, po dhe ne ram në atë kurthin, domethënë unë në rolin e të shikuesit që po, videoklipi ka një rol të jashtëzakonshëm, por edhe kënga, ritmi i saj më i herë dhe kur vjen fund ndi të tretin, ndërkohë që duhet të ishte ndoshta i pari që t'i japim më shumë vëmendje, ndodh me të gjithë tani, jo vetëm me mua. Kujtomi tekstin. Domethënë na ndodh kjo gjë, por më pas e dëgjova për herë të dytë, teksti është shumë i këndshëm, shumë emocionues, mësohet shumë shpejt. Është një tekst tamam aktual, si thosh, edhe se çdo nën ka dëshirë që me pa vajzën sa më mirë. Atëherë çdo nën i thot hiç bukurisë, nën, bukuria zgjat i ditë 2, 3 i muj, po shif si është si njeri. Atëherë është e njëjta gjë që kam ballë në këtë videoklip, edhe më merr mendja çdo nën e dëshiron si thosh një fat të mirë për vajzën, thjesht një kuptohet që do në i thjellë pak pashëm, por ma tepër të shohim si njeri, tjetë njeri i mirë, ajo ka rëndësi. Po, tani janë se baballar dhe thonë, po pse more vendosi gjithmonë nënën, se kur vetëm ajo emocionohet për dasma, si ta ju se e kënë? Raporti në e pi gjithmonë është si. Është gjithmonë, është si shoqe, sidomos kur rritet dhe fillon ajo adoleshenca pak a shumë, nana me vajzën bëhen si shoqe. Okej, dhe kjo është arsye, por jo se janë më pak emocional, më pak të ndjeshëm baballarët. Diskutohet, kam plan edhe një këngë për babën, A do bësh? pak a Se shumë kur doli ajo e kam tekstin gati. Për gocën, pra kënga për gocat, kush ka vajza botën ka, pastaj edhe për çun. Kështu që ti Lulka e bëre këtë këngë, po përgatitur edhe për tjetrën. Kam një duet, babë bi, sepse dhe raportet babë-bi janë shumë të mira, dhe shpeshherë kur kam shku në Erdasma, më kanë thënë, a kena i këngë për babën qik në vajza i këngë babë, dhe më kanë fut pak në mend, edhe me Nova, punova si tekst, bile edhe me Bujarin thash po bëj një bashkëpunim, se ka herë kena në plan një bashkëpunim me Bujarin. Jo, thot, unë jam i ri, hala, nuk du mu babë. Shfarë ju si ligimi ka tërë? Po, okej, është bukur. Po ti thëm ti ki pamjen si baba jem, thëm, unë jam vajza jote. Jo, du më ndaj edhe fje i ri. Okej, si ndjesh u shonë ambiente familjare që njerëzit i kanë mësuar për mund shkëngët e tua? Po, gjithmonë është ajo kënaqësia, kur njerëzit kënojnë këngët e mia, i kërkojnë këngët e mia, bile hapitem kur shkoj kanë në ndonjë lokal apo ndonjë koncert dhe më kanë ardhur me telefon, ma kënoj këtë këngë. Dhe ka kënë kënga, për shembull që kam punë me Adnan Balen. Dhe ishte i ri, ishte djalë i ri. Unë, më thënë drejtën, këtë këngë e kam bë pak a shumë për moshën mesme. Po, okej. Mesme. Sepse edhe vetë fjala si dikur hala të du, edhe titulli i këngës, do thotë që kanë kalu një periudhë pak të gjatë marrëdhënieve martesore, burrë gru, dhe është ajo hala ajo dashnia. Unë i kam kolegët e mija në shkollë, janë Grazoja, dhe e shoh çfarë raporte shkon me bashkëshortet e tyne. Pak a shumë e kam marrë si thushet atë element. I shoh, dhe më thanë, është e njëjtë. Nuk e di qysh kur kam ardhur në atë shkollë, është po thush e njëjta gjë me ato kolegët, me bashkëshortet e tyre, kam kënaqësi kur i ndjej, edhe kam dashur edhe me përjetuar në këngë. Dhe kur më vjen një djalë i ri dhe më thot, ma kënoj këtë këngë, unë një kënaqësi. Dhe është shumë e vërtet. E lejon mikrofonin që dikush gjatë një momenti si që quhet karaoke, merr mikrofonin, këndon së bashku me ty, njerëzit, janë atë atmosferë. Sepse kur është muzika live, ta jep këtë mundësi që ti t'ja drejtosh mikrofonin publikut,
të kesh njerëz vërtet që një gjën që po kënojnë këngën tënde dhe po e kënojnë mirë, atëherë zgjat mikrofonin ose në për tavolinat që është një gëzim familjar, duhet që domethënë me ju shku. Ja këto është kënga me Adnanin. Ja kënga me Adnanin. Dhe më pëlqen edhe videoklipi këtu ka dalë shumë i bukur me këto ngjyra. Është realizuar nga Blue Sky. Është tek Legjenda, bar restorant Legjenda dhe kjo është realizuar. Domethënë me këto veshjet popullore, veshjen e kanë. Okej, po tani ishe dhe bëjmë mirë nga njëherë që ndrojmë ndoshta kompaninë për të sjellë një frymë të re, pra secila realizon më të mirën e vetë të mundshme, por në këtë miksimin e vazhdueshëm. Të ndërrojmë pak, si tush. Po patjetër që do bëj një videoklip për shembull me se ka të bëjë këndvështrimi se si zgjedh kompania, e ndihmuar nga idetë edhe regjia, si sa. Po, ndikojnë të gjitha këto. Kam plan edhe diçka tjetër me punu, kështu që po të gjithë plane, më thuaj vetëm një moment që ti ke qenë pa një plan konkret dhe unë të përgëzoj për energjinë. Kur me disa miq të mi ju thanë që do kemë në studio Lulka Mërkulaj, fjalë më të mira folën. Të vlerësojnë jo vetëm si artiste, por edhe si njeri mjaft pozitiv, me cilin komunikoj shumë e privilegjume, sidomos kur jam në rrugë, njerëzit më ndalojnë. Futem një dyqan shpesh herë dhe më vllastojnë pak. Ashtu, ka dhe korrupsion në thojza. Patjetër, për ty, po. Dhe këto janë benefitet që merr nga jeta e një artiste, e cila ka krijuar reputacion qytet. Sa më e dashur në ta kuptohet aty nuk. E kemi plot merit. Nuk pëlqen të jem distancuar me njerëz. Je shumë popullore të ndryshe. Për të gjithë shikuesit, me siguri ata presin që ta dëgjojmë këngën e plot, pra e kemi fjalën për këngën Bija ime. Lulka Mërkulaj, klikoni në YouTube, ne do ta lëmë surprizë, por edhe për një fakt tjetër që gjithsesi na penalizon pak, duke qenë se kompania janë të drejtat e autorit, ne do na penalizon të ta hidhnim në kanalet tona, në Facebookun e TV1 Channel, YouTubein e TV1 Channel, prandaj ne jemi munduar të sillim informacione plot të kësaj këngë që është shumë interesante, është shumë e bukur, me siguri do të bëhet hit veror. Dhe në dasma patjetër do të jetë një nga këngët kryesore në momente delikate, sidomos kur i jepet vëmendje totale nuses që ajo kërcen. Më kanë bërë tag disa nga DJ-t, Gjaçi e cila është e para herë që njoh. Okej. Në story, që do thotë se kjo këngë se ka një ritëm shumë të bukur, sepse kanë bërë këngë tjera por asnjëherë si kanë bërë tag. Po ka dhe një ritëm shumë të bukur të këndshëm që kërcehet shumë kollaj, edhe në mënyrë të ndjeshme, jo ato hedhjet ritmike dhe të tërbuara që ndodhin në dasëm, po do ta kërceni me shumë shpirt. Klikoni Bija ime, do të ambientoni me dy të dëgjuara, do t'ju kthehet në një këngë shumë të bukur dhe të preferuarën tuaj. Lulka, unë të falenderoj që ishe me ne në emisionin Arom Shkodre, të përgëzoj për këtë punë të mrekullueshme, gjithë këtë energji dhe këtë pozitivitet që ke, krijimtaria pafund, kështu që unë tani po mendoja se kur t'jemi në një mbrëmje aktivitet së bashku, unë t'jem një nga njerëzit që janë aty dhe ta dëgjoj se jam shumë kryeshtare në ambient me njerëz se si do reagojnë me këngën. Është jashtëzakonisht e bukur. Atëherë unë do doja të falenderoja shumë të gjithë ato që kanë marrë pjesë në këtë videoklip edhe që ndoshta nuk duken. Kam pas një shoqe timen që edhe ti e njeh, Fatbarda Gjon Balaj, që falenderoj që ka qenë gjithkund pas meje, me mrregulli flok, me vesh një fustan. Falenderoj vllain tim, falenderoj Visin dhe Alandin, falenderoj këto të make-upit, Dinën, parukerin, falenderoj në mënyrë të veçantë dhe drejtoreshën e muzeumeve, Majlinda Laçe, e cila ishte e gatshme për të na leju për të bërë një videoklip, një pjesë xhirimeve tek muzeumi. Të gjithë ato që ishin pranishëm. Pjesë e këtyre do t'jenë edhe shumë më gjatë lista, por do krijojnë atërmbetje. Më kryesorët janë falenderuar. Ne do të kalojmë në një pjesë të dytë, Lulka, do të kalojmë fillimisht në një spot të shkurtër publicitar dhe kemi një të ftuar shumë interesant. Një zotni Shkodre, një artist i jashtëzakonshëm, i njohur si piktori ndër më të mirë që kemi në Shkodër të peizazhit. Por çfarë peizazhe sjellim ne në mes të janarit? Me borë. Me borë. Ato peizazhe të mrekullueshme me borë do të vinë në një bisedë të bukur me piktorin e mrekullueshëm Skënder Srica. Pas pak, pas spotit publicitar.
Dhe pas spoti publicitar jemi rikthyer në studio. Në pjesën e parë të emisionit ne kishim një bisedë shumë të këndshme me artisten Lulka Mërkulaj. Videoklipi i saj më i fundit Bija ime na ka tërhequr vëmendjen, jo vetëm thjesht për këngën shumë të bukur, videoklipin e bukur, po sidomos ky i fundit me inteligjencën artificiale ku ka vendosur dy personazhe që nuk janë realitet, por që sillen në mënyrën më të natyrshme, sepse këto janë mrekullitë e inteligjencës artificiale, edhe pse ndonjëherë na bëjnë të dyshojmë, po tani më merr foton mua dhe më sjell në situata të tjera, ka anën e mirë, po dhe anën, po le të mos e mendojmë atë dhe të mendojmë vetëm bukurinë që kishte ai klip aq i realizuar bukur. Dhe siç e thash, në fund të bisedës me artiste Lulka Mërkulaj, ne do flisim për pikturën në borë, për atë lloj arti që ka dhe sakrificën brenda, jo vetëm është i bukur, është shumë i veçantë, por ka dhe sakrificën brenda. Të gjithë kur qëndrojmë në divan ngrohtë aty poshtë kondicionerit apo ndonjë zjarr i buburlak dhe shikojmë nga dritarja dhe themi janar, po si s'ra bor. Rast shumë pak në qytetin e Shkodrës nuk shtroj fare, nuk e mor më atë ndjesi, e duam borën, pastaj në kushte prap komode, zgjedhim ndonjë pikë turistike që është shumë afër, qëndrojmë pak, ankohemi, jo u lagëm, jo u fton, pra gjitha këto. Përpiquni të futeni pak në natyrën e një piktori dhe të një artisti, i cili nuk ka këto pretendime që kemi ne të komoditeti për të qenë ngrohtë, por ka një dellë në thojza Marie do e quaja, që ka një shpirt artisti dhe e kërkon frymëzimin pikërisht ku është bora. Dhe kjo bora që është në këto pika turistike që janë afër, po ajo bora që është atje në Alpes shqiptare që është larg. Për shembull në Nikç të Kelmendit, është shumë vështirë për të shkuar atje, nuk ka as rrugë makine. Edhe po patë një makinë duhet të sakrifikosh për të shkuar deri atje. Me siguri në Shkodër ai është identifikuar, piktori i peizazheve. Ka dhe të tjerë që bëjnë peizazhe, por shkon pikërisht në zonat më ekstreme të relievit dhe realizon të paktën fazën e parë të pikturës në kontaktin e drejt për drejt me natyrën. E kush tjetër përveç zotit Skënder Strica do e bënte këtë. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në emision. Mirëmbrëma, mirë se vjetë, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem në studiot e TV1-shit. Kënaqësi dhe për ne u bën vite që në emision Arom Shkodre ke munguar pak, por ja ku rikthehemi prap. Po, sigurisht mund të kem munguar sepse unë edhe lëvizi shumë. Qenja e një peizazhistit nuk është gjithmonë në qytetin e vetë, lëvizim jo vetëm mena atë dheut, po edhe jashtë atë dheut, aty ku na shtyn kurioziteti, na shtyn dëshira, na shtyn kurreshtja, për të bërë diçka ndrysh, për mos të përsërit asnjëherë vetveten. Është shumë e vërtet. Kurthi që ne ram brenda dhe ju bëm një ftesë për të qenë në emision ishte ajo piktura e bërë në Nikç. Po deri në Nikç zoti Skënder ke shkuar për të bërë atë pikturë, ishte borë, ishte dimër. Si ka mundësi? Më trego, le ta nisim nga kjo dhe pastaj le të flasim edhe për pikturat e tjera me borë. Para 5 vitesh isha në Nikç, por jo në dimër, isha në pranverë, kur ishte pothuajse në lulëzim. Unë pothuajse i kam hulumtu eksplodu të gjitha krahinat e veriut. Qoftë Pukës, qoftë Tropojës, qoftë Shkodrës, Malqisë Madhe, po që po. Dhe më kështë metë si peng Nikçi, e kësha në gjuhë vukël Nikç, por më këshin fut frikën njerëzit që është tepër rrugë e vështirë. Dhe fal një guximit edhe një dëshirët, morë dhe bashkotën me vete, falë edhe një makinë të mirë që më garantote shkumjen atje. Në atë kohë kisha një forestrat Jeep që nuk të lënë rruga si herë. Dhe ai kuriozitet jo vetëm që më la mresa, por me të vërtet atje bëna 2 peizazhe që ishin tash pranverët fillimisht. Dhe ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme ku ti udhton me orë tana në një rrugë tepër problematike, por që ma keq është sepse nuk shef njerëz, shumë pak njerëz.
në Vukull kishte disa, por Nikçi pathuajse Po, 50 është shtëpia braktisur, kishin metë, atje po. kretë në fund, aty ku fillojnë Alpet. Edhe ato shtëpia në Shqipërisë. dimër kanë përshtypjen ose në sjellje Nuk besoj se nuk ka pasur. dimërojnë njerëz. aty. Po. Dhe ju riktheva dhe herë Nikçit me kuriozitetin se çfarë do të jetë ndihmë në atë zonë. Dhe mora informacion që në rrugë ecët, Bora nuk është krejt poshtë, sepse është bri lumit edhe nuk ka një nëllësi të madhe pjesa deri ku shkon në Vukull edhe Nikç. Por pjesa maleve është plot, sigurisht, dhe poshtë, por makinat e pakta që lvizin e kishin të mundën atë, me qenë se kam një mik atë që mi informacion. Po. Dhe kur shkova aty, me të vërtet, Kësaj radhe nuk e more bashortën, ajo e kundërshtoi. jo këtë radhë, jo, se kishte hin frika herën e parë. Ai ishte trembur në pranver, imagjino, nuk do bënte pra. Pranver i hini frika. I hini frika sepse relievi ashpër, ëh? janë ata kujtimet që mu shpu dhe gomë makinës. Po grati llogarisin këta. Ishte mazdita e vonë. Goma makinës po. Po. Njëri s'kishte, drita s'kishte. Fatmirësisht disa malësorë të bajzës që po vishin për një mort më ndihmun për të bërë gomën, se unë vetë nuk isha shumë gjendje. Pra ti nuk ishe me asnjë njeri tjetër, vetëm, me Jo, xhip? vetëm, herën e parë me jetu, këtë radhë isha vetëm. Vetëm. Vetëm, s'thash që nuk e mori kura e në bashkërte me ardhë. Dhe i mora veglat me vedi, sigurisht në borë mund të fillosh punën dhe varet e temperaturat, por gjithmonë kur bora është poshtë, temperaturën 2-3 gradë, gishtërin të mpihen. 0 gradë, minus 1, varet e momenti kur ke shku. Dhe në borë nuk mund përnosh më shumë se një orë e gjysë, pra do të bash hedhin e parë, impresionin e parë. Aq sa mundësh, aq sa të durojnë durët. Se për trup njeriu ja bën hallin, veshësh matrash, me kapele, me shallë, është një mënyrë që e zgjidhet problemin, po problemin e durëve nuk zgjidhet. Po, ata afrohet ndonjë banor aty dhe thot habitet që ti ke ardhur aty për të bërë një pikturë. Në kohë tjera edhe afrohen, për në kohë dimnit nuk ka lëvizje. Nuk ka lëvizje, ti e vetëm aty. Ata i kanë siguru ushqimet, kanë siguru drunët, kanë siguru dhe pothuajse nuk lëvizin hiç. Po frika ndonjë ujku është aty. Të vjen një ujk, a diçka një kafshë, egër, pa njerëz aty. Tani pam një video që deri egër kishte dalë në bajzë mes qytetës. Po. Domethënë atje në Nikç, ç'është deri egër, atje del ujku. Ndonjë frikë të tillë ke pasur? Shpeshherë na shohim vetëm punën tonë dhe përpiqna maksimalisht sa më shpejt me ky punë dhe më kthy. Dhe më kthy. Sepse nuk ka moment as me pi kafe jo. Ashtu. Pra nisësh tek piksionimi dhe unë piksionimin në rastin që po flasim peizazhet me Nikçin e kisha, e disha se ku do shkoj, e disha se ku do hapi kavaletin, aq sa mundëm me punu dhe më kthy, me hinë makinë, më udhëzoj shpejt me marrë veten edhe pra kjo është qëllimi, nuk ka më mundësi tjera dhe hapësina tjera. Po, një teleshikues pyet, po pse nuk merr një foto që ta bëj një person atje edhe e bën pikturën në studio? Çfarë do t'i kthejmë përgjigje atij? Ai personi atje në thojza nuk mund ta bëjnë asnjëherë, qoftë edhe fotograf profesionist, sepse fokusi i ne piktorëve është tjetër me fokusin e një amatorit, qoftë dhe një fotografi që din me fokusu mirë, por nuk din me fokusu ose me kap atë piksionimin ku ka piktori. Momentin, në shikojmë edhe momentin, unë e di ku shkën peizazh se ku kam diellin. Nëse kam diellin përpara, unë duhet gjej mas dreken, për ta parë diellin gjithmonë mrapa, ose e kundërta, nëse shkoj para dreke, duhet ta di mirë që diellin e kam mrapa. Pa shoh dritën, sepse ku ke diellin përpara është këtë gjendje tjetër dhe është e pamujtur me punu. Pra, unë i llogaris edhe lindjen e diellit dhe prandimin e diellit dhe nisem me një qëllim të caktuar për me bë atë që du. Kështu që është në pamundësi fotoja e dikujt për ta kthyer pikturë.
Po, e vetëmja ndihmë që i japin vetë vetës është ajo që bajmë sa bajmë, ndihmën, aq sa mundna me bë, e fotografojmë dhe e vazhdojmë studio. Pra, punët e ndihmën në përgjithësi vazhdojnë në studio. Sepse ka raste që unë që punoj me akrilik, kupton, patjetër temperaturën në zero, akriliku me bazën e ujit. Ashtu si që të ngrin në verë, kur temperaturat janë -35, dhe ti nuk mundesh me punu sepse të thatë ngjyra, në ndihmën edhe kundërta. Të ngrihet. Ti e qit aty të ngrihet dhe e ketë pa mujtur me punu. Pra të temperaturat 0, 1 gradë edhe punohet. Po, ku vjen punët e minus, ose duhet puna shumë shpejt dhe direkt nga tobeti të marrësh përshtypjen e parë dhe sigurisht i bash edhe disa foto edhe të vazhdosh në studio. Na tregoni ndonjë kujtim ose ngjarje që u ka ndodhur në këto piktura të dimrit? Po, ka shumë kujtime, sidomos kujtime vështirësie, kujtime sakrificet, por kujtimi më i vështirë që kam është njitja tek qafa keqe, që quhet rrugës për bogë, kthehesh majtas tek antenat nalt, kur njitesh nalt antena, duket edhe liçeni i Shkodrës, nga njëna krah edhe Razma, apo je mrapa malit të Razmës, dhe kthehesh nga ana tjetër, shef luginën e bogës. Pra shef deri në fund. Pra një pikë në mes të pjesës liçenit Shkodrës dhe pjesën tjetër të luginës bogës. Aty duhet të besoni që kena ba 3 orë gjysmë më njëtë. Falë një miku tem, sigurisht, sepse aja rrugë nuk bëhet vetëm, një mik të ngush që kam Sekol Palnikaj, në atë kohë ishte tekniku i mirëmajtjes antenave të celularve, dhe aji me shku për punët e tia, më thët apo vjen, por gjithmonë nuk shkot as veti dyti, sepse është rrugë me shumë rrezik dhe firma dhe 2 vetë nga boga, sigurisht njeni me qifte, sepse ka të paprituna, mund dalin në ujkë, mund dalin edhe derriegër, sepse ata janë përballë, por të ecësh në përbor, ke punë jam më larg se 6 vjetë. Unë sot jam përbër 71. Dhe sakrifice pa imagjinueshme, veti 4-ti, nuk ka rrugë, është thjesht me intuit, njët në këtej, pra ty të duke se u njët e deret jenel, kur e shikon, ecë. Prap thu se ju afrova, prap du të mes dhe orë. Dhe kishë më thë Shkopit, Alpin, sigurisht bora ishte e ngrime, dhe këpus, jo më shumë se 10-15 cm zhytëshin në borë, por kur e fuqa Shkopin Alpin mend, mi 1 metër ishte tërësia borës. Mi 1 metër. Që aty dhe mund të rezikar, se mund t'jetë në një pjesë e thepisur. Jo, nuk, kur është e ngrime bora nuk rezikon. E si pra e zhytet kam aq sa duhet, bile është mirë që futet paksa në borë, sepse të krijon mundësi mbështetje për të dhënë hapin tjetër, po. Nërsa po tjetë këtë ngrime është problematike. Dhe mas shumë vështirësive, kur më rritë me t'i thash veti 4-ti, jeni nga ato me qifte, në çdo rast, të ne i kafshët egër, ku kam rrit atje, nuk e përshkruaj emocionin që kam pas. Nuk e përshkruaj sepse ishte një mrekulli e vërtet. Dhe unë them se kam 2 pejsazhet më të mirë të jetës time atje. Dhe shumë e çuditshme, me qenë se ishim veti 4, unë mora dhe materialet me veti. I kam edhe fotot, ku me materiale, sigurisht një mune dhe ata, se ishim 4 veta. Materialet nuk futen në një çantë alpine që mbështetet mirë. Me letësun, po është pak e vështirë. Mora sa ma pak ngjyra, sa që ta kjo sa ma të letë, kupton? Por gjithsesi vetë kaseta përshën rreth 4 kg, kaseta bosh. Po, kam përshtypjen se ato pikturë ti nuk e shet asnjëherë. Unë i kam me shumë për zemër ato 2 piktura, sepse janë piktura sakrificet, janë piktura që
ban një herë në jetë, nuk mund të shkash 2 herë atje, është e pa mujtën me shku. Unë besoj që edhe rini, edhe një triot, një piktorë të ri mi thanë njitu, po keme e 3 ore gjysë në kam, në malore të pa ditur, edhe nuk besoj se me në përsi për kush. Këte e bëni ju, nuk e Ato dy pesazhe janë këtu. Ja tregove bashortes rrezikun e rrugës dhe çfarë kishe hequr? Po sigurisht që nuk mund t'i tregojmë gjithë bashorteve. Okej, do mos më thuaj që këtu e mori vesh për herë të parë në emision. E përshëndesim zonjën shumë. Këtu janë sakrifica shumë mëdha se unë llogaris edhe zbritjen. Edhe zbritja është e vështirë, 3 ore gjysmë për të shkuar, po aqe për të zbritur. Zbritjen, si duket ata djemët e boks, e kishin praktikuar edhe 2-3 herë tjera, kishin shku edhe vite tjera bashkë me Sheshnosin dhe ishte një shtek tjetër ku kena rëshit, dhe u bashkë shumë akollajt. Por munjit aty në zonë nuk mushë munjit, sepse ishte pjerdh dhe nuk mund njitesh në pa kryu lakime rrugsh. Pra thanën dhe zbritin e kena shumë kollajshme dhe shpesh herë dhe kena rëshit, sigurisht që ku kena mrejtë, kena kajtë qullë në borë. Ne do shikojmë të gjitha pikturat dhe ju do më thoni ku janë bërë vëndet e tyre, duke i parë ato me rallë. Do më thonë duke i parë, ja këtu ku ndodhemi. Ky mund tjetë, vitit 87. 87, ku ndodhemi? Nëse e shikoni, atje është Taraboshi. Po, në Tarabosh. Kjo është rruga Draçinit, e dikurshmja. Sot është bypassi, dhe kalon rruga 4 kalim, që sa ashtu. Pra kjo është Draçini vjetër, dhe këta në lagja dikushme vjetër, sigurisht pa u transformu, si që transformu sot. Po, që ka një shumë. Ashtë një Draçine se nuk më ta njofin, por miku jem i ngusht, që ka shpin dikun dhe të ofër Draçinit, kur e ka pa, ka thënë e duhen pikturën, dhe ja kam dhëru me gjithë. Gjë bukura jo. Regjia e lëvizin fotografi, vetëm do më thoni vetëm emrat e tyre, dhe nëse do njëra ka diçka më specifike, do ta ndalojmë pak më shumë, atëherë do e lëvizim të dhe kalojmë të tjetra. Këtu, kjo është këtu... Të Kalaja? Bribunës, poshtë Kalas, ke ishte bora e vitit para 7 viteve. Para 7 viteve ka që. Ju kujtojt, nëse ju kujtojt, era një borë rrëth 20 cm, ishte një mrekullia vetë, ku në shpejt shkova, sepse... Këtu jemi të rëra e hedhur, po kjo është rana hedhur, ndimër është, kjo është rana hedhur, edhe këtu, sigurisht në Bregdeti ke komoditetet me punu, kam punu ma normalisht, po gjithësi dimni a dimën. Qarë, dërsa të tjetra jemi të liqeni Shkodrës në dimër. Liqeni Shkodrës, kishte një moment dimnë që dhe thash pa e kapi ndryshme. Bukur, këtu jemi në... Në Bok, pra në hotelit... Te Kulla e Bajraktarit? Te Kulla e Bajraktarit. Se aty ka një ndryqim që du bukur mënyra se bjen drita. Njëra palë kryo këtu isha ma komand, sepse kam punu, kena shku, kena pi kafe, kam dalë, kam punu prap. Në Qershor. Është një zonë ku jo vetëm unë, po edhe shumë piktor e kanë kapë të pjesë, sepse është në pjesë më të bukur e Bokës. Detajet që sillni hapësira e subjektit që përdorni është e jashtëzakonshme. Po, kjo është sakrifisë të shti. Këtu jam në Vuthaj. E ndalim pak... Ka Maja Topojanit që vetë. Edhe njerë, po Maja... Maja Topojanit. E Topojanit. Por nga Vuthaj të banja 1 orë gjysë. Në shku, por ata më thane në është ma afer, por si duket është ma afer për Vëthjant. Te jam pasur unë në ecet malore, dhe sa kemi i pyes, po ja dhe gjysëm ore. Po i kemi dhe ja 2 ore gjysëm, po kjo është për nëbajtur lartë moralin. Por jo vetëm këtu, po prej këtu kam kënë bashkë me vajzën e vogël, bashkë me te, kena jesë përsëri, kena shku deri në fund të Lugims, ati ku është një liqen, dikun është e pejsash këtu. Liqen i zanave apo jo? Atje ishte një guxim pak sepse kur u këthyme në thanë ata Mr. Vuthaj pak e frikshme nga i herë, me shku vetëm. Po, është vërtet. Rrallë del, po mund të ketë edhe një ari, mund të ketë edhe një tuf ujqish. Po mi, o zoti Skënder, qa do bëje ti po dilte ariu për para, qa do bëje? Po të dilte ariu, do të njekshme ata pradët e fëmive.
vërtet. Më ushtrin, më pas sikur Ashtu, nuk e edhe gjallë. ti, sikur nuk e gjallë, jo, më pëlqeu kjo teknikë. Nuk e dija këtu, po do ta bëj dhe unë provë, po më doli para. Mirë, këtu jemi? Pa, kjo është tu rrugës për theth, rruga Bok, në dimër. Pa është një moment tjetër dimëror, Pa, shumë bukur ngjyra. Gjethet s'kan fillu më ashtu, diku në shkurti, apo marsi, kur Që është në ja. zonë nuk njehet pranvera, është akoma dimër. Okej, kalojmë te tjetra? Atë kalojmë te piktura tjetër? Okej. Këtu jemi në? Po, tek gryka lugjeve, rrugës Boks. Tashi këtu ka shumë me bogën, sepse boga është më e mundshme për ne piktarët, ku në përgjithësi rruga më e hapun, ku në distanca nuk është shumë e lartë, por ofron peisazhe nga më të ndryshmet. Ky peisazh që kanë bërë edhe në sezone tjera, por këtu ishte diku nga marsi edhe këtu, ku mundësia me punu ishte më mirë, sepse dita nuk që e keqe, sa do që mbërdet njeriu, piktura nuk është shumë e madhe dhe këte arrita me e ba direkt, pa pas nevoj me përpunu në studio. Kur pikturat janë më të vogla dhe kushtet nga i herë që dojnë edhe më mirë, nuk është të thamë në tjetë gjithmonë në zero. Këtu? Po, kjo është në okoll të Bogës, edhe kjo dikun këtu afër është Kulla Bayraktarit, dikun ma poshtu, edhe kjo është e zonë, u do të monjit pak, jo shumë lartë, por me përqej kja maja këtu, se si kështë era një kontradrit, po, dili kështë era... atë e ka dhe në verë, e ka shumë të bukurat, jo? Dili është në krah tjetër, vetëm prek majat, edhe një pjesë këtu. Unë habitem që boga është kaq e bukur për piktorët, por që kur vjen puna, thethi është pak më përpara me turizmin. Pra unë them që boga duhet marrë shumë vëmendje edhe për turizmin. Të jepet më vëmendje për zhvillimin e bujtinave të tjera dhe një qendër e rëndësishme e turizmit shqiptar. Sigurisht, pjesa Verut në përgjithësi ofron. Boga po që po. Boga, po. Turizmi ka pak probleme, sepse turistat tonë janë qika limthi ose kanë pretendimet, janë qik shumë e huqe. Janë një ditorsh, 2 ditorsh, shkojnë me pa borën, nuk vinë me pa pejsazhet. Edhe liqeni këtu në një këtu liqeni Shkodrës, këtu jem në Bajs, dikun këtë në fund liqenit, kjo pjesa është pjesa më Lidzi. A, sa bukur. Askur s'ka shkuar për ta pikturuar këtë Kulla vend. ose Kuks, pra janë këtë... Nga pjesa e Vjerë Pazar. Ishte këtë pejsazh dimnor, këtu ishën kushte më të mira, sigurisht, por liqeni kështë orë shumë afer. Po jo dhe ju jeni shumë afer të vendosur në liqen, a? Dallon pejsazhin dimnor. Shumë bukur, jo, këtë në këtë... Nuk është një sakrificë madhe të kjo, po shumë bukur ngjyra dhe... Kur janë për liqenit edhe temperaturat janë më normale. Është vërtet. Po, kjo është një zonë, dikun këtej rrugës për në koman, rrugës për në koman, këthej është djatës, është duket një minierë dikur për momente së fam kujtojt e emne, pa kur pash të urën... Gomsiqë? Jo. Jo, Gomsiqë. E kalon, është më thellë. Gomsiqë është... Për kështë, kur jam këthy nga Gomsiqëja, nga naltë këtu, Gomsiqëja dikun është tu, duket ke ura, dhe me bani kurios, si do t'jetu duket e lumi Gomsiqëve, dhe atëri kam marrë rrotë dhe jam këthy edhe i herë, kam dalë derë të ura, dhe kërë pash urë, më thaj... Kjo detaj gruas me dhitë e shtove ti, apo thjesht kaloj ajo? Ja, shtovon, sigurisht. Sigurisht. Po bukur. Pra edhe dimëri ka pjesën e bukur. Kjo është e arzakonshme, po. Kjo është nikç, pra jo vetëm ai pejsazhi thash është bë ai që ekspozove momentin e fundit, po edhe këtu. Pra kjo është në kulmin e të ftoftit, tu nuk di, nga në është... Pra kjo është historia me cilën e hapëm bisedën, jemi këtu në Nikç. Pa, kjo është e Nikçit, e dyta. E Nikçit, e dyta. E dyta. E dyta, se ishit... E para është e që kam ekspozuar, kjo është e dyta. Dhe e dyta, e zakonshme. Kjo është dikun për Mirazëm. Për Mirazëm rrugës për Fushzes, është i fshat që unë besoj se pak kush e din, ka qenë dikur i fshat, bile me rrëth 50 shpi, nuk banën ma kushat, është 4 km nga Razma, munjit për pjetë, është pylli, brej rrugës, dhe do të futësh një rrugë majtas për shku të fshati.
Po. Këtu kena kënë bashkë me Plum Sulën, për një emision për zonën e Amerikës, e kam punu direkt pejsashin, nërkohë që Plumi bën të intervistat e veta, ka intervistu. shiko sa mi kombinohet piktori me gazetar. Kërse mrekullueshëm, sepse imagjinova që e kam piktuar edhe në momente tjera, e disha si zonë, dhe me pak vështirësi shku me i la me makinat në rrugë, dhe prej rrugës është një 1 kilometër me shku të fshati, bashkë me Plumin, në mojnë Plumi dhe kërë është kujtim bashkë me gazetarin e Zanit Amerikë dikush. Shumë gjë e bukur është. Okej, kalojmë të tjerat? Po, kjo është ishte e thamë dhe pak më përpara, po, në vitin 2021. Pornbok, këta është shpijet e përnarit hotelit Box, Kulla Berektarit, njëna nga këta 2 shpijet, a i ma porositi këtë pikturë, unë e bana, në një për atë duket. Këtu isha ma komod, sepse isha të një shpi këtu dhe isha nga mrena. Po, kur jepni pikturën e parë, apo bëni një riprodhim të pikturës? Dhe me thënë, e keti originale në kësaj, apo e bënë dhe e mori personë? Atëherë, për sërim, jo vetëm ju, po edhe aty në qimë njekin, unë i baj vetëm një herë pikturë. Thuaj, të lutëm 2 herë dhe thuashtë. Nuk ka bërë vaki, prandaj, ata marrin të parën, që është originale, që ka krejt historinë, se si e ke bërë dhe se si e frymzuar, dhe nuk bëhet një e dytë. Unë me shumë dhejmje, kur i shes, sigurisht edhe do të shesim, sepse na kena shpenzimet tona, nuk është kollaj, materialet kushtojnë, ka dhe shpenzimet tjera piktori, dhe sigurisht që do të nxjerrin, do të nxjerrin një fitim pa tjetër, por unë nuk mundë me ba 2 herë pikturën. Bravo, bravo. Pra dëshira ime dhe kurioziteti im është që ta baj vetëm një herë, dhe ta kem vetëm unë. Po. Prandaj në të merë malli ta shikosh në një pikturë, a të merë malli? I kam në arkiv, pa tjetër. Të merë malli. I kam në arkiv dhe e di 100% vendin, edhe pozicionin, edhe zonën, mos e di vitin. Po. A ke shku ndonjëherë për ta parë pikturën tënde? Jo, sepse ata kur shiten janë destinacionet e Blerësit. Okej, i thua lëmë të mirë. Kjo është në Angli për momentin. Ku është? Ku ndodhet? Po, në Angli. Po, në Angli, po. Se Gzimi ka bënu në Angli dikur dhe këte ka marrë atje. E përshëndesim, Gzim Olaj nga studia emisionit të Arom Shkodre. Po, kjo pikturë është shumë interesante, është po aty, për mi razëm. Fashi braktisje, bile dhe titullin e kam vu braktisje. Aty isha kretë vetëm, jo, me bashkëshortën këna shku këtu, pra qëtësi e pa imaginushme. Një qëtësi shpijat që pëthuj se tanat të rënume, një 4-5 shpijat të rinovume kohët e fundit, por nërkohë që kisha knasin e pikturimit, kisha dhe dhimjen e braktisjes, pra ka një dhe trishtimit, pse njerëzit po ikin, pse pa braktisin vendin, janë bukurit të ralla që duhen rujt, jo braktis. Pra i kena të dyja. Zoti Skënder, kur ju pikturoni, bashortja çfarë bën? Fatësht, shqyqyr ka dalë celulari. Se mos qëllojnë zona pa internet. Me herë dhe i fusim punë, ma jep të njërë, ma jep të njërë, ma jep të penele. Mërzitke, mërzitke. Nuk janë këtë vetëm. Ja, okej, bukur. Piktura tjetër, ju e dini se ku është, na i them rrugica ambulancës. Pa, të ambulancës. Nërkohë që kjo... Po, e pa restauruar, po në gjendin e saj dhe pa restauruar, kalojmë... Po, këtu e në Pogradec. Më qëlloj një koloni pikturët, ishëm të fëtu në Pogradec, dhe ishte dimër. Këtu ishte pa shku në Pogradec. Sigur që Pogradec është një perle vërtet e natyrë, është liqeni Pogradecit është i pa imaginushëm i bukur, por është shumë aftofë së në Shkodër. Këtu mund të bash pikturën, por në Pogradec... Ka dhe erëra shumë, është i trazuar liqeni. Jo, është aftofë, është 650 metrë me nivelin e detit. Gjithmonë atje është 50 gradë, Korça Pogradeci është temperaturat normale. është vërtet. Me gjithë atë, piktura ishte e vogël edhe eci punë. Eci.
Kështu bukur edhe Po kjo. këtu shkova një herë në pjesa Velipoj, Kunes, apo jo? në Velipoj, në pjesën majtës të si quhet kjo, pjesën e Vilunit, aty duket Viluni, ku janë ta hymjet me këta urat shumë interesante, dhe ishte bani përshtypje, ishte po te kjo ura që është vendosur. Pra ku nuk ishte njerëz, nuk ishte çadër, nuk ishte totalisht qetësi bosh, sepse ishte dimër. Më pëlqej dhe konceptimi i kësaj, varka këtu dhe linja aty është shumë interesante dhe spektator. Pam ndrysh, edhe pam në një mënyrë tjetër peizazhi, por ishte dimër. Po, është e vërtet. Do të kalojmë tek tjetra. Atëherë, ja ku jemi, sërish të Shkodra. Po, disa ka në histori, pa kush e din këte se ku është ky vend, kur ra aja bora, kjo është në Lukuqesme, përmi Lukuqesme. Pra tu afër janë depot e ujit, dhe kjo është e pamje mrekullueshme e Lukuqesmës, tu te frigoriferi, tu ata fusha e bomës, liqeni kështë e marrë një gjurë si të verdh. Sa mi ju ka shkuar mendja ta shikoni nga ky pozicion, shumë i bukur. Pra, e imagjinova se si mund t'jetë një zonë dhe fatmirësisht më doli mirë, pamja dhe punova normalisht, se nuk ishin temperaturat shumë t'ulta. Kurse kjo është po dëbora e Shkodrës. Dëbora e në Gjuhadol. 2010 duket. Jo, në pjesën kryesore, po sepse dallojnë dikur ka pas tola, tani ka lokale aty. Pjaca apo shtetitoria jonë ishte e pa ndryshuar si është sot, vetëm me tavolinë. E pa uzurpume. Unë i them me pa prishën. Pa, kjo është një peizazh tu rrugë Shiroks. Po, te zona Arbërit. Kur natyra është e gjeshur, natyra është pak e shtumë, por me gjithë koha e mirë ishte kohë e përshtatshme. Tu sigurisht puna u bë më normalisht. Të tjera nëse kam mbetur ndonjë do t'i kalojmë pak më shpejt, vetëm emërtimet e tyre, pra këtu jemi sërish në liçenin e Shkodrës, ndërsa këtu jemi në qafthore, tërtore. Në qafthore, kur sot gëzimi e ka rregulluar të liçenin. Këtu jemi në Durrës. Në Durrës? Ishim në Durrës, në një koloni piktorsh, është zona aty në, jo Maqedonës, këtu në Boshnjakëve, është i fshat Boshnjak aty, s'pon kujtohet emri për momentin, dhe ishin ta kodra kaq të bukura, kaq ashtu. Po, shumë të lakuara. Po, ishte këtë dimër, këtë e thatë, këtë. Do t'i kalojmë dhe të tjerat, vetëm emërtimet e tyre, atyre në Bog, këtu jemi sërish në Shkodër, ja të kjo zona këtu afër prefekturës. Në njerë janë edhe dokument, sepse di se si janë transformu në ndërtesa. Se si janë ndryshu dhe ke mundësi në pikturë. Ishulli i Dajlanit. I Dajlanit, po që kam bitur aty, dikur ishte plot me lepo, jemi në Lepush aty. Në Lepush. Këtu kemi Taraboshi me sa shumë. Tura një burë para 4 vitesh në prill, me 16 prill. Po, e kujtoj që na ka befasoj. Unë dola kështu. Vrap! Me penele, me telajo. Me jetë morë i telajo të vogël në që da ka përsa më shpejt. Sërish jemi në zonën afër prefekturës. E njajta pikturë këtu në pjacë. Ja Dajlani edhe një herë, që ishte, tani e kemi më vete. Shumë bukur. Okej, Lepusha, këtu kemi një plan detaj, ndoshta. Ka është një detal kur ishim në Valborn. Në Valborn? Në Valborn. Ishim një koloni piktorsh. Para disa vitesh, mund të ketë 10 vite që e ba. Këtu në Tropoj. Dhe ishte një pjesë shumë, po me ato gurët e bardha e ujë që vazhdo rrugën e vetë. Me shpejtësi shumë, po ishte momenti. Dhe kjo ishte? Ka kanë shumë e vështirë, sepse në kolonjë, ftofte shumë. Ishim të ftumë në dimër. Dhe kolonja është vend shumë i ftoftë. Është vërtet. Këtu është studioja juaj, pra gjithë ata që janë të interesuar të shikojnë edhe sinët e tjera të vitit, sepse ne zgjodhëm sot në bisedë të jetë vetëm dimri. Ja ku është studioja kur ju keni gjithë këtë hapësirë, gjithë të punime, që kanë përshtypjen ata që hynë mbeten shumë të befasuar, marrin dhe shumë kohë, ju ndërpresin nga puna? Ja, nuk më ndërpresin, përkundazi unë kam dëshirë me marrë njerëzit, nuk e quaj ndërpremje, e quaj respekt. Kur dikush të hinë në studio, dikush pyet për diçka, dikush interesohet për diçka, atë du, bile kam
Ja, kjo këtu është në Nikë, kjo tjetra? Po, kjo është në fundit. Nikë. Ja, kjo ka qenë dhe piktura që na bëri t'ju bëjmë ftesën, sepse u befasuam dhe ajo është piktura e Nikë, unë nuk e di se si e ngjitur deri aty, edhe këtu e kuptoj se sa rrugë të vështirë do kesh bërë për të ardhur në këtë lartësi, për më tepër në dimër, gjithë ajo bardhësi, rreziku bën vetën. Këtu është po edhe goma. Këtu është po. Edhe kjo dimër e bëmë para 2 javësh, me moment dimëror, shiroka, ku nuk ka gjelbrim, ku nuk ka lëvizje shumë, ku nuk ka gjerni. Është shumë e veçantë. Ke ndonjë plan ose ja dhe Shkodra në dimër, në fest? Po, dimërore. Fantastike. Edhe kjo është shumë bukur. Kjo është me shumë detaj, kjo do t'jetë edhe e lodhshme për të punuar ai shumë detaje. Këtu jemi në? Edhe ka një pejsazh dimëror. Okej, dhe? Po, tek Gruka Lugjeve, kur më i periudhë kur ka fillu bora me shkri, në Kosovë, në Kosovë, sa bukur e në Deçan, sa bukur. Alpët e Deçanit. Dhe këtu kemi të Shkodrës, anijet e bashkisë, këtu jemi në? Në Qafthore. Në Qafthore, kur ishte pa ba klubi nëllë. Po, si ka që më përpare, pra pa ndryshimet. Fal gëzimit. Po, ja, këtu jemi se është në Bog dhe kulla e Bayraktarit, në Theth këtu, sa bukur. Kja Thethi, unë për herë të parë e kam anëru gjithmonë me shku një herë, por fatmirësisht për 2 vjeç, 3 vjeç fillej hapja rrugës, në kohë që kishte borë poshtë. Po, ke bërë dhe udhime jashtë, këtu jemi në Londër, po dimër, ishte dimër, në Londra në një moment dimri. To ishin që qarkullonin, pra nuk, bukur. Jo, egzistojnë ato. Prefekturizmi. Po, ndikun aty në Bogë, është mali Bogës aty, për Bogë. Pra shumë i dashuruar me Bogën, Boga mori super vëmendje sot. Shiroka, po në dimër, pa kur nuk ka gjelbrim, është i moment dimrit. Po, Shiroka. Po, to i tham dhe që në fillim. Ju kam betur diçka merak, jemi në fund të bisedës sonë. Diçka që e keni synim objektiv të realizoj? Synimet nëherë janë edhe të pa planifikume, mund të planifikosh, por nuk mund të realizosh, shpeshherë i lajme dhe rastësisë, sepse gjithçka mvaret nga koha. Pra, është koha që ne na dikton se ku më shku. Ne i marrim informacionet edhe shpesh edhe përgatitna, por jo gjithmonë parashikimet e kohës janë ata që duam ne. Përfshi shiun, borën, apo temperaturët e ulta. Pra, ne dhe një farmaset edhe orientohna me kohën, me sezonet. Kështu që planet, bëjmë plane, por edhe nuk i realizojmë shpesher dhe bëjmë diçka tjetër që nuk e kena planifiku. Por piktura dimrit është, nështë pjesa ma bukur. Fatkeqësisht duhet të them që janë ma pak të kërkueshme në treg. Po pse? Të gjithë nuk e kuptoj, si duket nuk dojnë, ata blerësat nuk dojnë me mërdhejt. Kur ta shajnë pikturën... Ju kanë hazi u shkrim bora. Ma të traktueshmet janë pikturët e vjeshtës, apo të pranverës. Po çështje edukimit me të bukurën, ndoshta. Nërsa këta me borë, sigur që kanë treg, por kanë shumë më pak në raport me tjerët. Por pasioni është i madh dhe pavarësisht që pothuajse gjitha që janë ekspozu i kam gjendje, janë mi 60 copë, unë vazhdoj e bëj me borë. Jo, bravo i qovë, unë vazhdoj e bëj me borë, sepse nuk e kam menin të shitja, nuk e kam menin të tregtimi, por e kam menin për të bërë diçka ndrysh, për të bërë diçka të re. Dhe kjo më mush edhe me plotëson si artist, me plotëson si njeri, kur shoh arkiven time mi 700 piktura, 1700 piktura, që janë të tana të ndryshme, dhe unë fatmirësisht pothuajse i 100% i di vendet se ku janë bënë, i di, mund të mos e di vitin, por vitin e shkruaj aty, por di shpesh edhe sakrificat që janë bërë për me shkruaj deri aty. Se mos kur bëhet fjalë për zonat malore që unë i kam me pasion, i kam me qejf dhe nuk besoj se ka, edhe mund të ketë, por unë nuk di se ka një piktor që ka hyp deri në 2000 metra nel, edhe me ngarkesë,
edhe me pikturu aty. Qartë. Pra nuk jam piktori që nali makinën aty dhe nga rruga këdha i bëj, po jam piktori që e la makinën aty dhe zhima 3-4 orë. Shumë e vërtet, dhe kjo ka qenë arsyeja bazë që ju kemi thirrur sepse jeni i sakrificës për të kap atë frymëzimin maksimal në atë pikë turistike që shumë pak shkojnë, alpinistët me zor shkojnë e jo më ju. Por se duket e tregoni dhe forma fizike jeni krejt tok për udhëtime të tilla. Po, sigurisht, këse të kondicioni fizik që falë Zotit e gëzoj, mi ka dhënë atë mundësi që mu njët, mi përballu të vështirësi, që nuk janë të vogla, por kur je në të tilla pejsazhe, kur je sipër, kur shef çan noll poshtë, përfiton emocionalisht një pasuri. Fiton një kënaqësi shpirtërore të paimagjinoshme. Pra është një ngaherë harrojmë pikturën, që përbajmë në krahasim me kënaqësinë që t'jep pozicioni ku ti je ul, ku ti ke fokusu pamjen tënde, pra aty shef lëviz dhe nuk je i myllun. Dhe kjo është kënaqësia që marrëm ne. Shumë e vërtetë, e ke thënë më së miri këtë. Zoti Skënder, unë ju falenderoj për këtë bisedë në studio, ka qenë një intervistë shumë e veçantë, sepse pothuajse asnjëherë nuk kemi folur për pikturën në dimër, por ajo që e bëri më të bukur bisedën është gjithë përpjekja, pasioni juaj, sakrifica për të shkuar deri atje, një pikturë që ka kontaktin e drejt për drejt me artistin, pra natyra dhe artisti kalojnë atë frymëzim dhe në ato detaje shumë të bukura që hidhen në pikturën tuaj të peizazhit që është e jashtëzakonshme. Është shumë e bukur, unë të përgëzoj. Je vlerë e jashtëzakonshme për qytetin tonë. Unë të falenderoj shumë për ftesën. Unë krahas viteve që shkojnë, unë përsëri do të vazhdoj të holumtoj pikturën e dimnit, sepse është brenda qenies time. Ndoshta jam atë sakrificat ekstreme që i kam bërë para 5-6 viteve. Si vështirë që të mos i bëni prapë. Por derisa i bëj me plot dëshirë dhe është si duket një domosdoshmëri që unë e kam në vetvete, unë do të vazhdoj të prodhoj përsëri. Do të njihni përsëri me piktura të tjera. I inkurajojmë dhe besojmë që do të kemi piktura të tjera në emisionet e ardhshme që do i sjellim, sidomos kur jemi në dimër. Shpresoj. Unë ju falenderoj për vëmendjen që keni treguar ndaj emisionit Aromë Shkodër. Ritransmetimi do të keni mundësi të ndiqni ditën e shtunë në orën 15:30 dhe ne si staf do përgatitemi për emisionin e radhës me personazhe kaq simpatike të dashur që na zbukurojnë edhe emisionin, por edhe gjithë arkivën e bukur që kemi krijuar prej 16 vitesh në transmetimet e TV1 Channel. Natën e mirë.